që padyshim brezi i ri ndoshta nuk kanë shumë dieni, sepse edhe shkak i politikave që janë ndjekur mas viteve 90 në lidhje me sportin, që po ashtu edhe në fusha tjera ne nuk dim të lejmë trashëgimi dhe të vlerësojmë atë trashëgimi të vlefshëm që ka pas vendi në sport, në fusha tjera, ne kemi pas inxhinierë shkëlqyshëm, kemi pas mjek shkëlqyshëm, pra të gjithë sot janë futur kokë këmbë me politikën dhe politika është bërë një neveri e gjallë tashmë kjo lloj politike. Prandaj unë mendova që në ditët në vijim dhe vazhdimisht do të kemi dhe të ftuar të tjerë jashtë politikës. Sot pra e kemi me sportin, me një person i cili nëse Shqipëria do të kishte një Hall of Fame, siç e ka Amerika në Boston, sigurisht fotografia ose busti i tij duhet ishte këtë parët. I ftuari sonte është Vaso Shaka, basketbollist i 17 nëndorit në atë kohë, ose Tiranës, siç e thoshin ne, që tiranësit nuk i thirrën kurrë Tirana, po Tirana edhe në stadium, edhe në pallat sportit. Mirëmbrëma, mirë se kemi ardhur. Mirë se ka ardhur. Mirëmbrëma dhe faleminderit Ilir. Në radh parë, që u kujtove si tifoz nga më të parët e Tiranës. Kaq kam qenë. Nga më të parët dhe njëkohësisht dhe imi me gjishe i Tiranës. Dhe kemi kalu shumë kohë në ato me tifozlikun tuaj, i cili gjithnjë na frymëzonte. Po mos ishe ti, unë nuk do pranonja të jap intervista, sepse e kam dhënë fjalën që s'jap me intervista, për arsyet e mia që janë të drejtat, pa drejta s'ka rëndësi. Por faleminderit dhe unë të vlerësoj për këtë Vaso, jo vetëm si Vaso Shaka, që është një emër i madh i sportit shqiptar, por edhe si mik.